Këto besoj që kemi qenë 1.3 euroshi. Përshëndetje. Thanë që 1.3 është, thanë që. I kam thënë ty në, po, i kam ngel kod 1.3 se kemi ble me nga 3, me nga 5, me nga 2.600. Sot jetë mirë, atja vleja i çmimit, cilën gjërat veçanta, se kemi këto detajet e Christmasit që na pengojnë. Dhe sot na çoj Kesi se s'kishim mend me shku, se Kesi sot ta them mos ta them. Do e vesh pemë. Po më do të pemë. Kesi sot do ve pemë, se mos i del llafi këtu. Po gjem kutinë e dytë, po pemën e kemi gjetë. Pas bukurime mund ta vëjmë, se nuk e dim ku i kemi lënë. Edhe tha Kesi, çofim në detaj. Edhe shkuam, blem për vete, bleva unë, bleu mami, bleu Kesi edhe me që janë gjithë to gjona dhe është kjo periudha vitit të ri. Ja u tregoj Mici. Bashkë me moshën. Falni për këto hije tu që mbi si janë bë. Se ja, kush ja bon hijet? Kush? Sa bukur Kesi ti këtu me? Çdo gjë. Do të thonë në Instagram. Po. Ha, kush ta nisi? Ashtu ti e para, unë e dyta. Unë kam marrë dy si këto. Oma na jep një shumë me. Dy si këto. Doja të merja 6, sa është tavolina, po më duket se kam një set shumë bukur në shtëpi, sa akoma si kam gjetur që janë vitit të ri. Edhe thash po marr 2 herë sa tjera aty se pastaj nëse i kam ato. E kam marrë mami më duket se këto. Ha? Një, po, e kam marrë për ke lokale, të kurriu. Ke lokale. Për tavolinën e vet personale. Që gjithmonë e rezervuar, që si vini si klient aty te lokali, ajo tavolina është gjithmonë e rezervuar. 2, 3, 4, 5, 6. Se vini në Gjermani ne aty nuk ulet njeri. Ky është një set me 6 kështu çorape, që shkruan Merry Christmas, që fut shifja ju shpjegon dhe këtu. Fut luk, pirunj. Unë kam një set nga 10. Qa sheftis shofun, qa shofun shefti. E kam një set nga 10, po nuk e maj merr me vrasë qa është, më duket është thjesht një fjongo. E thash ta ndryshoj. Ne bëm gabim që shkum atje pa asë qa kemi. Po ku rrim ne mi motra. Ne harrojmë. Ky vazhdon që kam qenë shtazan të bo atë të shtazanit, Parizën shtazanit të video. Kjo fija vazhdon edhe nuk ndalon. Do me dalë në vlogu, por e ka dhe i fije tjetër, fakt, po atë ka muflu pak. Po jo, është gjata e ne. I mota, më kap një fasole të lutem? Mos i argjo se jam për vitin e Ma rrimë. si bon kjo. Mere nga ato thjeshtat aty. Nuk ka nevojë, më thjesht është, Po ka kutin. Mos e vini se nuk është kaq kështu sa bon, Nuk nuk e kam di. përnatë, po pse më... Ko të me hedhë këto të kësaj, Na argjo. një kështu. Ti më jap. Mos na çoj do rrosat këtu. Ah, Kesi, jam parta? jo po. Që kanë ditë tarta? Vin tarta kur i han fillim, pas se vika këta tamla. Ta marr edhe 2 kështu. Kjo është për të shtëpia ime, kjo është për te mami. Mami do të kuqe unë të shagolt. Se atje yllin që kam marrë vjetë pema, e kam marrë në Prishtinë, ka dhe madhe që është me zbukurim e arroba emër. Ishte shumë e bukur, ishte vetëm ai, po ishte çiki film. Festim, duket e ka, ë? Se di për zonë. Ajo, magazina madhe. Edhe ishte shumë e bukur, ishte vetëm ajo, po ishte pak e krisme. Edhe besoj nuk doja ke dalë në kutia këtë vit, kështu që. A mami, kjo flet mami unë ras një shu, mandarin. Kjo ishte me tha mbyllë gojën. Tani më kaq. Deri diku. Unë mora një pemë, Prapë të mbash kjo. po pra se këto vjet, i ka marrë një 4-5 vjet dhe më kanë pëlqyer shumë. Edhe i ka shklyu odi. Dhe këte, jo, kam menuta dhe te zona e gatimit, se ju e keni parë që unë e zbukuroj goxha edhe atë. Dhe do marr një të madhe, një më të vogël, ca të vogla kalamajt e pemës shu. Do t'i vej ca drita dhe do t'i Kalamajt e vej. pemës. Po. Pse po të pema? Ta që marrë pemë shtatzan. Kjo ndoshta. Kjo? Pse më nuk bon kalama pema? Kur pas ka vazhdu pema? Si, ka kështu Pema, vezë? po pa pema madhe dhe Bon vezët dhe vazhdon rrugën apo i man barë? Po më pemët e vogla çfarë, na janë bebi i pemës madhe. Shife. Ua, çan Tomi. Se janë dhe qi. Am çem stira se kjo është. E hapa. Kjo është e mime. E hapa mi. Shife si është. Se më ka thënë Kamila ve dorën këtu. Ua, sa të bukur që kanë këto mikesi. Qi. Ku i priti këto? Më falni për këtë personin këtu. Se Kesi ka qenë të ndjel bagisht. Fat. Shifa mami sa të bukura këto. E ke pati këto? Boshin që krekër. Edhe janë qenë, që parnjerë nuk i të se më thosin të. Nuk i tregon kjo. Kjo nuk i tregon. Tash ai është një vend 1 me 1. Që besu të gjithë i pam ato, bravo të qoftë, unë s'e kam pa ato. Shumë ja, ta futa. Mora kështu pipa me 2 babagjysa dhe 2 drera, mora për Odin më shumë, por që unë kam për t'i përdor. Odi më thon të japësh diblonin. Që është biberoni? Ja. Na, do të tjetër?
Nuk du më. Çuditërisht që kanë të tharta, po që kanë të mira. Pasan aromë tamam. Nuk du më. Ua, te po më shëron. Telepatia motrave. Si pas i marr fare soj. As nuk e dishim që Jo, Nuk pas se qenë se kjo afro. unë nda veç, unë ndava veç edhe veç kru takum në një pikë. Ma sa bojë kishim i palvath kështu. E kemi pas më duket. Po pra, po ka shumë ndaje, sot janë të vogla fare. Po sa ma. Bra. Kjo besoj duket si për çast. Fut kamerën tu dhe thuk tu tash. E mos e vizmo. vizmo se na nxjive Po jetën. po këtë brymë që ka kjo për ajër. Që ta prekësh materialin nga mrem. Jo, është e bukur. Duhet të të Për shpimet për shembull kjo, jo unë si më me shpimet, po për shembull kjo nuk ishte 1.3 euro, kjo ishte 2000 ca, gati 2900 3000. duket, 2990. Ashtu. Kemi marrë këtë për goshën. Kam edhe për çunin. Se nga që të vim pemën sot, të vesh ato rrobat të gjumit për vitin e riu dhe di direkt te koka. Sa e kostumë çunitisht s'kishte kështu. Kjo është e gjumit. Unë në mujtë sot, i debile. Ja ku e kam të. E di moj mama po do Ja, dalin me që nënta doli nënta. vet. Ja nënta. I morëm dhe një nënt gosës. Po pse Dhe? rozë në familja? Po pse Po nuk dia is- bëm të pema. Po çfarë Ajo ka? është me të kuqe. Po i më utilitet në kuqe se është goca ajo. Koka gosës, koka odët. Koka gosës, koka. Dhe i morëm një kështu. Që të dim këto. Këto qofse keni 1.3 euro është afra ku dëgjon, shkoni meni se janë shumë të mira të freskëta çuditërisht. Kanë qenë vjetë, se po këtë që këmë rrugë. Nëse për nga 10 po flasëm. Do ta vim këtu, se me që Panetonia është ëmbëlsira e vitit të ri, dhe me që gocën, po kjo, se u hap kjo? Me që gocën e kapi 9 mujori për vitin e ri, tham ta bëjmë me Panetone, i zoti i madh. U hap kjo, u hap ka shumë kollaj to më tha. Merre të që ta kish ti për gocë, jo prit. Jo, me të çokoladë. pishtë ti sot. Tash nuk e dihet më se E i thëni që të viste duhet të kur gjiroj t'hidhet pemën. kjo, ato hy, merre ta kish një brend atë? Kam gjetë, ta kemë për shpirtin tim. Për gocën domethënë, merre të për gocën. Sa me kështë dhënë këtë të hapme. Merre të për gocën. Jo, nuk i marrëm këto se i bishës do vishke shpejme, ti do vishke shpejme. Unë me shumë mundësi do vi, po që ti e mren merri ti. Negative. Tash unë nuk do rria Pa, pa i do marrë. të zjerë gjona, po ti ki fare. Okej, fal. E fundit. S'do rrinim pa i marrë çuni dhe i gjo me ABC dhe me 2+2 e me kështu. Sa i më përgjithësi këto tabelet e vogla, tabelet e madhe fare ka me edhe me tush, edhe me çfarë? Shkum. Po që preferon shkum se ta përdorin parket. Ka filluar me ka filluar me pikturu gjithë parketin, e gjithë mobiljet e shtëpisë, Drash për frigoriferin. Ore, jo më çdo gjë me çaj del para pikturon, e thash po i marr një si kjo me tush, po më duket se ja futa prap vetë se Se kam thash, marrë Kamila me tush, do ta bëjmë më keq. Nëse ishte shumë e bukur dhe nuk kenim dot para marr. Unë marrë një kështu, ishte me magnet, që ta nisësh te frigoriferi dhe të marroj ty shumë vezët, më kanë marrë mentalisht, shumë të vezët. Ti e di shumë mirë motra që unë e desha një si kjo. Për zotin nuk e disha. Për kohë shumë më tash unë kam filluar një gjithë kjo hotel. Ke frigoriferi, i shkruaj çfarë duhet dhe e kujton, po s'ka jo. Aty e ke. Ka dhe lapsin e vet, me magneto mapa, pultuq, edhe Qera shënon çamaron, Ja, kjo më shumë pas sa bëu 1000 990, 2000 lekë. 2000 lekë kjo. Deri tash s'ka asë gjë 1.3 euro. S'ka problem. Po mendimin tim tek kishin ndruaj që ka të emrin. E ato e kanë sa tyshme në dyqan. Si këto e kanë pas 10 vjet. Janë dukra. Janë shumë bukur. Shumë bukur. Qiri më. Mora ças qiri. Kështu gold nuk e di sa cop janë. Sa cop kam rën. Nuk e di sa cop kam rën. E ka për shumë një gropsin grun në vetë. E di se voni, si ato plakat që i vjen qynga nga shmirti. Na i manda irë më nga se të kalë. Pro kokta dhe marme. Nëse dha vetër fare. Unë në gjova. Edhe këtu janë sa janë këtu. Po vlla ka marrë më drejt nuk e gëllon. Okej, s'jap më për koktate. Se po na vjell këtu. Vjen vjell. Këtu ka 4 copë këtu mren. Do jufka. Janë shumë bukur, me shkëlqim janë gold kështu, se e vjeti kanë pas të kuqe më duket. Vjet ka plasë kuqe, vjet. Dhe tash ta ndroj për këtë vit, po qose më pëlqejnë, se nuk është se jam shumë tip goldi në për shtëpi, se se kam shtëpinë për gold. Qose pëlqejnë do t'i vej, qose do t'i vej. Vazhdo kesi. Këtë e ka pëlqyer. Nuk e këtë lule. Se Unë bleva këtë lulen. nuk e gjë mund të më thuash.
Unë e vlerë të lulen. Kishte këtë personin këtu. Ua, ku i Po, e gjetët me pëlqeu. mami? Ua kam qesh me lotë. Ku i gjetët me motra? E ishte në fillim sa hyshe, sa hapshë derën që ishe E, për shumë, kjo po vetë ke pema, jo, do të gjithë të gjambës. Jo ke pema, të ka vete, ajo, tavolina mesit, dhe i vejnë e kështu. Se kam Tavolina mesit që do i që fare. E kam kombinu me, jo të voglën, me të voglën kam heq me kohë të madhen. E kam kombinu me këteun, se ishin të dyja afër bashkë. Shifë? 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 Dhe kështu. Shifë? Këtu do vesh një ashtu, ë? Qiri, pra, Një qiri. Unë mora këtë për qunin, me dinozaur. S'kishte kështu lëpirë me vitin e ri, po nesër është jeshile. Ka dhe dinozaur, ka dhe kështu. Nuk marroj vitin Kjo ri. për shumë bote 3.000 ca lek. Inshallah është e mirë, më thërë se ato të vjetra. Inshallah. Jo, më tha nga në. Vazhdo Aqa kes? mi boni stomakut. Ka marrë dhe këte? Po ke marrë një se bashkë. Ua, dhe me mu. Edhe ti ke marrë? Oke, se ka marrë unë si kjo. Kjo është e imja, ke futi pa dashje. Po kokë time kam blenet. Mos dhe kokën time se te e zjodha unë. Po për zotin mi, e marrë që fillim. jo, I ka moj marrë motra. set e treja këtu Jo, bashkë. është e imja për zotin e mora unë për vete. Bires e zjodha se E një... ke pas menje. E mora në dorë dhe e Mos e futa. ke në Po jo me mami, se e kisha ke gjanat e kesit. E mora në dorë dhe e futa ke kjo e O, kesit. unë e kam kombinu me Nese të ti treja këto. maje pa te e mora unë. Merë time me shkale. Oke, se marrë mamit. Ha, vazhdo. Ose kombinu. I kam bo setë, Kokën tate atë e mora unë. Po s'ka gjë. Po pse, nuk u Tashi, ka marrë. tashi të gjërat e mia fillojnë që gjëra pleqsh, në thënë drejtën. Janë çik kështu pleqsh. Të t'i laçet e kam. Ka marrë një kështu nga ky seti që seleksionon dhe organizon ilaçet. Ata jeme shumë bukur. Na bash. Po se kështu mami si to tre llafet e para, kështu i quaj ilaçet jashtë. E dit mami, e dit. Edhe unë e kam një që e bleva të xhambo, po ajo është skandaloze, mi ka hedhë gjithë ilaçet rrugëve. Skandaloze. Edhe thash po provojmë te me që është gjermane. Fuz gjithë ilaçet. Aha, u sa hash. Më përfjellën. Më që sheka kështu për të dhanë me zor. Dhe më të pasan kokra. Ky është prap një qiri. Është një kështu brez. Përpa që hap duhet dhe i thonë gjithë njerëzit shtëpi. Hajde thot, hajde për darke unë sa Po. thot. Si ato Se që ka vjen, vazhdu kesi duke atu. si ato e ke pa që vjen në rrugës për në llogaram duke nuk i se Ato ku. pizajolat. Vjen pizajola jashtë ose ca ashtu burra jashtë që Që thonë rin, hajde. po. Hajde. Kurioze jam. Mama, edhe më kështu. Po për, për vërtet. Kurioze jam sa lek marrin ato për atë punë. Do të me i pyet. Ku marrin shkretat. Leta që Gjitha mos i fillojnë bën flasin dy. për rrogë për kështu. 2 metra. Më thanë hajde. Mora një pako si këto, se gjithmonë i kam pas qef këto. Se dia bëjnë as bëjnë, po si kështu duken si Jo me. Ashtu janë. si të mira duken ti hapin rrugën. Si kështu E do duken një? edhe ashtu janë. E do një? Ha. Ta hapim një. Ta buka të punë edhe, të marrë. Shifeni si janë. Po të regoj si ku qash, apo të. Mos e buka. Mire kisi. Kështu ka pas majtë herë sot, të makina. Aj, mis në erdhe. Me fy vjetra. Në marrë për të aj. Tamam edhe. Sa të mira. E të vedhe unë të makina këto. Vazhdo kisi. Për zotin të unë gjysmë të gjonave që ka marrë kesi, unë si kam pa fare. Tani unë ke në vëmani kam ato që ve biberon të gosës mas i laj dhe tharë. Ka lavaman. Edhe kam një, kam unë të laj biberon. Edhe kam një roz me lule. Dhe e që atë të ve këte se kam është duke zbukuru. Që ka ime ne? Që ka tu? Aneksi. Aneksi nuk e thënë gjithë në fakt, neve në nga dursi, nga kështu e themi aneksin. Se kam gju që i thënë dhom gatimi ose guzhin. Po. Sa të më dom gatimi? E ha. Unë kam marrë dhe këte lojën për qunin që më shumë pëlqeu për vete. Ka ca topa këtu mren, shife. Shumë e bukur. Nga marrë ti për goshën? Për mamin më sa, se goca... Po më pra unë doja fry. Jo, është me tun me kjo. Mami, mund t'a bëj, abe? Jo, s'mu ka bësh. Po, bone. Ashtu dhe. Sa bukur, ua, pasan gjyra goca, Mami shetja. s'na ka pas lanë në kur ti boshim të në shtëpi se Vetëm kjo pëlqen e po na kishim lën. te parketit e pllaka. Edhe ulëriste vetëm balkon çka do të ne mund t'i fryshim ta. Ose kur ecim me makinën ndjeshim jashtë bërë. Shifi që... I pashmi. Se Odi, Mi kalova te kasa. Odi ka shumë qef këto arrat, kikirikat, gjonat kështu. Dhe përgjithësia nxjerr me kështu të thjeshta. Shi sa të bukura ishin këto janë, kjo është pak verore për shembull, po s'prish punë. Kjo është baby shark. Kurse kjo është çfarë është kjo? Dele.
Edhe i ka marrë për Odin to. Tashi këtu marrun të mijat. Kaq mora unë, që ka marrë pak. Dhe unë do të regoj. Marrë dhe këta. Marrove dhe ti? Po marrë. Po më i tregojmë të dyat mamit. Në dyre. Tashi, Nuk ri kam mira pa hangër gjë. si qa merë mame. Normale mami. Këto janë peceta që futen të lavatrisha dhe që rujnë atë bardhësinë e rrobave të bardha. Këtë që mos ja fute kot. Jo me. Ikim push në gjojnë ato. Jo me mami është white, thot për white. Për rrobat bardha. Mm. Tash ishte ajo që thik ngjyrat. Ishi tu e ti dhe të mami tu. Pse si ishte tu të dëgjësh ditë mijat? Se me që unë po të regoj këto. Jo mami se unë do të zebe. Ua sa bukur pas sa flokët që. Qa ka marrë tjetër Po muma? ka kocka këtu të pema. Ky s'po Ku e jo unë për mua? Ku e more? Ke Jumbo. Se po. O mami. Te ka marrë mami me kryt kokën. Besoj që ka marrë Shashkën e kokës. Besoj që ka marrë me kryt muan. Jo, për mua. Me kryt kokën. Kjo për shumë pas apo 2000 lek. To që i kanë shkryt me vetë, po ja u tregojmë. Jo, më ishte po O vida mami. Ua, këtë interesante të më qanë dhe fjongo. Shumë e deshme. Kapse e robash, ha? Romat e kalamajnë, po jemi. Pas atë bëj qenë dhe rozë. Edhe si fjongo. Shumë bukra. Ne jemi thoshë motra? Unë jam si fjongo. Po këtë ku e gjetëm? Ishte me kuti, ma hiq kuti, thash unë, Mos nuk e vend. deve bateri. Do në bateri, po. Dhe vishë lokali ka më Qashtë shkri? si ëngjëll që... Shof. Që ka qiri unë të dora. Edhe 20. Po sa bukur. Kam një bebe. Ha, që mos jetë aty. Po kjo mami, qash kjo mami. Kjo me fshi kanalet e këtyne dyrve. Nuk janë si kanale? Ose kaloriferve? Qega dhe për që ne skrimi, Ha. për këshu. Për grila. Grila. E pasru grillat. Qa s'kanë bërë. Ne s'kemi Edhe kjo grila. 2000 lek pas qenë. Jo. Ne s'kemi grila tu. Jo, kemi lartë. Kemi ke dhomat. Ka kjo kresore aty. Që ka dhoma ka. Shisa mi është të mira mame që ka marrë? Shumë, kur bin tot, ishte, Kjo pardon. gjënë të më nuk s'kam pas një. Kur bin telat. Kur bin topat e pemës vitri nga telat e veta, edhe prishen edhe i zëvëndso me këto. Po ato s'janë tela, janë Po, fia. atë gjënë atyre. Fiat, po. Cappuccino assassino. Sapona, ma kush blen sapon 2026 në gati? Është luks mirë, është e mira. Po, pirë do t'i se ti vetëm që boj. Është e mirë më e. Në fakt, të gjë janë më të shnetshme. Sapunat? Po. Jo, majnë dhe më shumë aromë. Kanë tjepë. Qife... I pash edhe unë këto, po thash që duhet. Shife te, si të dodi. Të treja nga një. O, mami, jo, më dha falë trash në qafë. E pas në fute mami këte. Më falë më dha. Nise, tregova, me te tregova që nuk rejta. Janë dy aty. Ose ke fut ke mami, o debile, se mami ishe prej për vete. Edhe maj, po Mami ma futët për kokë time se e mora unë një se kjo edhe neta 5 orë të e zjedh, se në përgjithësi ishin prishme, i kishin ra këto, për kokë tate ma. Ka dash me e marrë, unë e marrë vetën time. Ishte madhe, Jo, po mere. Ishte madhe. Jo, jeni ju të marrë, jo. Kështu shkut me koshin datë. Edhe mami pas ka marrë. Mami, ty ke marrë, e ke marrë bananën. Po. Që dy, ishte, ke marrë ty pra? Po pra dy se dy Ka marrë 2 sot bananën. Në mos ta tregoje këtë? Qa është kjo më? Tapet. Shuj mami. Qa shumë të? Merry Christmas. Ka marrë dhe një... Më falë. Ja, thyu dhamët grotës të mëre. Nuk dalë më. Se mos më kërkoni më njep me hangër me zorë. Më gjunë Më falë, bona gjërë shumë bashkë, të dhath me hangër. Shumë me vështirë. zorë. Te për çka ke marrë mami për shembull? Çfarë futë Më me? fut në që me vanë për shpemës. Unë jo, Te riqet shukë dhe bëhet si thes, ë? Po. Okej, shumë mirë. Mushe me lesh? Pa mbuq, shu? Shtu dhe. Më kapet i mos kapon ty. Nuk e di. Prishe luret. Tregoj tek kesi? Kjo është si ato të vjetrat. Po pra, se që nga pasi pashte. dekori vjetër, që kanë dy. Sikur i ka dalë boja. janë të lyshave këto. Kysha? Po, kur hajnë lyshat. Do ai gosa bananën e vetu me avokado. Edhe ai që friu kur ham fruta. Makarona, jo me makarona me kos, pilaf me kos. Edhe mami e pas ka marrë një së kjo që tha, që e ka marrë për te lokali, sa të kuqen e forte pas kanë? Na mytut. Ma, bon ato ju. Kjo është më interesantja. Qile 20 top.
Ma eri pula? Është uzi. Po vjen atë. Ka ardhur zogu? Ka ardhur zogu, e buna me zi. Erdhi vetë apo Po, zogu? si Si ka marrë kështu dekore, bravo. Ëmbëlsirash. Çfarë do na Vë, bëj? vë, Kam shumë në bukur. shpike. Mire e buna të gjëra. Po, mira. Këto ishin gjitha. Kam nesër ato ditët e veta më të mira. Tash gjitha këto kanë bo 40 më të mira. 30, 40, 50. Si i bjen tash? 30, 40, 90, 120. 120.000 lekë gjitha këto. Kështu që ai 1.3 euroshi, Nuk është më 1.3. jo, nuk është. S'ka se gjë 1.3 euro. Nga këto që u tregum, edhe kjo s'besoj të jetë që 1.3 euro. Kjo Tham çunë. drejtën e Zotit, ja vlen gjatë për çmimet e veta. Domethënë s'mund të them që janë shumë. Jo. Edhe pastaj është puna jote që ti shkon Se si, me më të mira, si vetë që është qeq, po, po. Shkon me kaçukun ti. Po. Që të marrësh 1.3 euro. Ne jemi mundu me zjell icon e gjonëve. Ai ka. Tash ne do t'i shpërndajmë prapë në programin ku ishin. Po pemën ti, më le tregu ti. Si e tregu pemën? Kam treguar nga pak, po komplet jo. Maro komplet gjithë shtëpinë mami dhe tregojën. Jo, më Mami, s'ma zosi kanë ka fut. marrë? Ma kanë fut tjerë përpara, më unë kam bo. Po mami e ka bo sa ka hyrë në tori, Me me një datë në 2-3 kështu e kemi bo. Po. Pas ka bo primarku bashkëpunim me Rita Orën. Po ka. Unë i shoh po ditë më. Tashi neve po shpërndajmë të në përvenet e veta. Dhe me shumë mundësi sot, që s'mu ta jap me 100%, po me shumë mundësi, do vëm pemën e kesit sot. Do iki dhe unë ta, më falni, ta ndihmoj me aq mundësi sa kam. Edhe shifemi. Ti hajde shif. Jo, po sri unë mota pa, unë edhe pemën e mami. Arman, çik detajet. Vjen nga shtëpia e mamit habiteni për zotin. Me thënë nuk iki më. Është shtëpia Hajde, e vita babagjyshit kjo. 20 Ikëm pra, më pafshim gjithë mirat. Besoj se e keni kuptu se qa do ndodhet e ky vlogu. Ky është një nga vlogjet më të bukura, se kam thënë këto kohë të fundit shumë shpesh vlogjet më të bukura, po ç'a të bëj? Kanë ndodhur ca gjëra që kanë ndodhur shumë bukura dhe janë mbledh bashkë dhe shqyr Zotit që kanë ndodhur. Tash ka ardhur dita, një nga ditët më të bukura që unë dhe familja ime në përgjithësi e kështu dhe gjithë ne e përjetojmë, se nuk besoj se ka njëri që se ka qef këtë periudhën, vetëm ato që mund të jenë çiksi më të çuditshëm, se di çfarë them. Po për mua kjo është periudha më e bukur e vitit dhe mezi e kam prit. E kam shtyr çik se unë duhet ta kisha dhënë pemën më përpara, si ai lloj tipi i çmenë mas vitit të ri që jam. Po tash e dini sepse i kam vonuar çik gjonat. Dhe pa humb kohë, unë kam nxjerr diku këtu topa zbukurime gjonat. Dhe u tregoj, do vejmë pemën avash avash. Po besoj se do ndahet kjo video me 2 ose 3 ditë, se nuk mundem do të ta bëj gjithë vetë. Sot do jem vetëm, nesër kismet do mbi motra të ndihmoj. Dhe në fund fare pastaj do kemi komplet shtëpinë e zbukuruar, të realizuar me gjithë videon dhe do ja u tregoj. Tani unë po shkoj ndrohem me çik të vesh rrobat e gjumit, e shtëpisë domethënë, edhe do vazhdojmë me punën. Okej, fillove. Fillova. Vazhdoj. Qasë se mund të tjetë. Jo më, do dalin një çik rrobat atje që janë për të palos, po varja. Kjo rëmuja që ka Edhe kjo rromuj ka bodi. Është nga vetmet herë që Lori u hap pemën. Dhe është i detyruar këtë ditë se për shtëpi se kishte hap, jo. Se e tjera kështë ka po? Unë e kam hap pemën gjithmonë. Ma mija i ke bo ti. qatë- Ka ti? Jo, se ka dhe Jo më gati një dhe 2 pjesë tjera Po në. është gati, vetë dritat është. Okej, Po, për ty po. ja u gjeve. Ato kamët zë hapër ti sa për të hapun. Po është gati, po thëmë. E ki gati. Të lutem fut edhe këta. Prej duhet jetë një brym këtu. Hapi. E kemi ngjerë. Ja, kaq ishte puna Lorit. Iku. Tash si vazhdojmë vetëm. Hajde më pafshim.
pak a shumë kam stolit e pemës dhe aty janë dritat që i kam ble këtë vit reja, sepse kam qef që vit për vit i ndroj dritat. Janë dhe disa zbukurime të tjera, por që gjysmat e këtyre stolive nuk do t'i përdor, sepse këtë vit kam një ide pak më ndryshe për pemën, do më thënë do t'a ruj bazën që do jenë këto topat, por gjysmat do t'i fal, sepse ju thash, kam një ide komplet tjetër. Nuk kanë dalë gjithë zbukurimet, sepse këtu kam shiritin dhe disa detaje, stolje, zbukurimet e tjera, edhe atje po ashtu, por gjithsesi kjo është baza, dhe unë po filloj me dekorin, dhe ndërkohë ju shijojeni. Tani si thonë ju, ti tregojmë gjëra që blem ke Megateku, sepse unë ju tregova që isha atje, po që qa kam bles ju kam tregu, i kam akoma në qese, si kam hap, ja, këto mora, dhe me që kjo është veç edhe ka dhe qesën e vetë, ja u tregoj këte astikun pari, unë djetë kam pas diku tek 3 ose 4 kështu kufa jastiqesh, që i pata marrë tek te muja, por që sikur mu bezdisën pak, sepse ishin thjesht të bardha me një shkrim të kuq ose me detajet kuqe në mes, dhe unë këtë lloj tipi kam, më shpihen shumë shpejt gjonat. Mund të pëlqejnë për një sezon, për një kështu, pastaj më brapa du t'i ndroj, dhe duke qenë se unë këndin e kam ngjyrë gri, dhe detyrimisht më shkon më shumë, e bën kontrastin më të bukur një ngjyrë më e errët se sa e bardha, se e bardha në gri nuk duket shumë. Ndërsa kjo ngjyra jeshile që mora sot, normale që do duket më shumë se sa ajo, dhe do ngjaj më bukur, dhe kishte edhe këto detajet, shkrimin ngjyrë gold, por nuk e keni iden se sa i butë është. Është fantastik. Është nga kjo firma, thash se ishte kjo firma Atmosferë, po jo, që e ka In The Mood Collection. Tani, unë këtu nuk e kam, ja, piti do t'jetë këtu sa kështu. 14.000 leka, po, sepse do mundohem, isha as harroj, do mundohem të tregoj gjitha çmimet, 14.000 lek. E di që këto kanë bo 82.000 lek, 82.000 e ca, por nuk e di e kam mbrojt faturën. Po gjithsesi, me sa shoh në përgjithësi, gjitha këto
produktet, i pas kanë këto etiketat. Isha si kanë marrë të thyme këto, sepse i ka bën një gjë shumë përshtypje tek Megateku. Gjysma e produkteve, sidomos topave dhe gjërat që ishin kështu qelçi, ishin të thyme. Domethënë kur të shkoni, që se keni me blek kështu gjëra qelçi, shifeni mirë se këto nuk janë as lirë. I di se çfarë çmimesh ka Megateku. Shkon, domethënë një çmim që unë u habita kur e pash ishte një top 13.000 lekë. Kishte edhe më të lira, për shembull, motra ime mori një 2-3 kështu stoli, edhe unë i kam marrë në fakt, që ishin me nga 4.000, 5.001, por që të blesh 13, 14, 15.000 lekë një top, sa do t'jetë e bome me dorë ajo, është top. Nuk e di domethënë. Po nejse. Ky seti, ka kushtu ky seti. Nuk e pas ka të shkruajtur me. Po këto ishin diku te 9.000 ose 10.000 lekë. 4 copë. Është hera parë që unë blej topa 100% gold. Se në përgjithësi i kam si në shampanjë, por nuk e di sepse këtë vit janë fiksu që du të përdor këto ngjyrat tipike, klasike të pemëve amerikane. Unë gjithmonë i kam adhuru pemët amerikane, po kur nuk ka dalë 100% siç e kam dashur sepse nuk gjeja këto ngjyrat. E gjeta edhe mora, me sa di kam marrë ca gold të tjera. Dhe do t'ju tregoj. Mora edhe këtë setin këtu, që është set kombinim, nuk është se janë gjitha njësoj. Është një jeshile, një kështu si vishnje, gold me shkëlqim, gold me detaje mat, gold me shkëlqim dhe me detaje tjera. Më pëlqeu ky kombinimi. Këto kanë kushtuar 4.000 lekë. Kjo ishte gjëja më e lirë që domethënë kjo më bëni përshtypje dhe më pëlqeu çmimi se i bën 1.000 lekë një top. Është shumë okay. 1.000 lekë një top është jashtëmase e pranueshme. Mora edhe këtë setin tjetër, shikoni sa ngjyrat e bukura i ka, ngjyrat tipike të pemëve amerikane, të para shumë viteve, viteve 80-90 kështu, ose edhe deri ke 2000-shi. Se nga 2010 e këtej pastaj sikur u prishi çik dekori, kalon shumë tek modernja, mu nuk më pëlqejnë gjonat moderne, sidomos tek pema. Unë e du sa më klasike pemën, dhe sa i pash të ngjyrat tash do t'i marr patjetër. Që të shohim se ka kushtu kjo me sa shoh nuk ka çmim. Po këto ishin pak të shtreta sepse janë glass, janë kështu. Po më ndodh kjo gjëja që unë kam të merrt më ndodhi. S'po më vjen më tash shqip. Qelç. E kam të merr për zonë kur ngjoj njerëz që thonë si thot shqip kjo, si thot shqip kjo, nuk e di pse kam shumë bezdi këtë gjë, ndërkohë sa po më ndodhi vet. Ka marrë këtë mrekullim këtu, që është jashtë mase e bukur. Janë 3 figurat, si me thënë, më kryesore të kësaj periudhe, të Christmas. Është baba gjyshi i vitit të ri, gingerbread dhe topi i borës, sepse këto pak a shumë janë figurat kryesore. Është edhe elfi, është edhe dreri, besoj që përdorë më shumë, po ky ishte kombinim i këtyre të treve. Kjo është pjatë që mund vendosësh kikirik, rusht thatë, patatina, kështu gjona shmë, dhe ka kushtu 13.500 lekë. Shumë e bukur dhe është goxha porcelani mirë, po që tash o e kam thy unë, o ishte thyme nuk e di, po që këtu e pas kemi një problem të vogël. Këtu, po nuk na prish punë. Tjetër, mora këte i brikun, çajnikun, nuk e di si e qunë, ne e qumë i brik, që është, nuk e di do me thënë, sa i bukur është. E kanë vanë me ngjitse, se kjo hapet normale, dhe ishte funksional. Do me thënë mund ta përdorësh, por që unë nuk do ta përdor, dhe ka kushtu 11.900 lekë, 12.000 lekë. Shumë i bukur është dhe ky. Duket që është material i mirë, shi plot, i rënd në dorë, dhe kjo gjë më pëlqen. Mora edhe këtë aromatizuesin e shtëpisë, që është me motive Christmas. Është me shije, me aromë red fruit, nëse ka shkruajtur edhe këtu.
ka formën e pemës kuqe me detaje gold dhe me këto shkopa që i vendosim sipër dhe del aroma në përshpi. Unë kam shumë qef në fakt periudhën e vitit të ri të përdor këto aromat të portokallit, të ginger, të kanellës. Këto më duket sikur e personifikojnë vitin e ri, këtë periudhën. Ose edhe të që është ajo aroma e drurit, e pishave, por që ky seti këtë kishte, këtë arome kishte dhe më pëlqeu shumë dhe e mora. Mora edhe këtë stolin, që kjo, me sa më men unë, kjo ishte goxha e shtrenjtë, por që nuk e paska këtu të çmimin. Kjo më duket ishte diku ke 5.000 lekë, ja nuk e di, por që ishte shumë e bukur. Shikoni pak çfarë ndriçimi ka, qa xixash, teminash, shkëlqimi që ka, është shumë e bukur dhe nuk e besoj se do ta vendos tek pema, sepse siç ju thash duhet vetëm gjëra klasike tek pema. Do gjej në një vend tjetër, do ta gjej sikur ta vendos që të duket, sepse është shumë e bukur. Motra e mori një si kjo dhe e mori si një gjuje shile, ndërsa unë e mora të bardhë. Kam marrë dhe këtë mbajtsen e detergjentit për durët, por nuk e di se ku do ta vendos. O tek lava pjata që kam tek dhoma e gatimit, por që puna është që ajo lava pjata që unë kam, e ka të vetën, e ka, domethënë aty brenda të vendosur këtë që të lash durët, po më pëlqeu shumë dhe nuk e di, vjen gjynaf ta vendos për këtë tualeti, po që nëse unë s'do kem pse ta vej tek lavapjata ose tek dhoma e gatimit, me shumë mundësi ta vej tek banjo, por që edhe aty nuk ngjan keq, se kam pa shumë vlogje amerikane që zbukurojnë goxha edhe banjon, edhe tualetin. Kështu që edhe po e vendos aty nuk na prish punë. Mora edhe 2 pako me shirita që t'i bëj në formë fjongosh, sepse nuk më pëlqejnë ato fjongo që rrin kështu statike, që rrin si të ngrira. E kam qef fjongon që t'jetë shumë më natyrale, t'jetë kështu si e rënë tek dega, tek pema. Ngjan shumë e bukur ashtu për mendimin tim dhe nuk do ta teproj me këto, me fjongot, sepse ju thash 100 herë që nuk du të kaloj tek modernja. Do rri si gjithmonë, domethënë, do rri tek klasike dhe gjëja fundit, e s'ka janë këto lëpirëset, këto candy cans, që janë tipike të kësaj periudhe. Unë i kam pas gjithmonë shumë qef, Odi po ashtu i ka shumë qef, dhe i mora. Këto kushtu më duke diku tek 2500-3000 lekëshi, mos më shumë, nuk e di, nuk e më mirë tani, se nuk i paska këtu të shkruajme, nuk ja u tregova çmimet e këtyne, po që nuk i paska. Shumicën e gjonave nuk i paska çmimet, por nejse. Të gjitha këto që unë i tregova kushtuan 82.600 lekë, më duket. 300 lekë që mos gaboj. Nuk është se janë shumë për 82.000 lekë, nuk është se janë shumë produkte domethënë, por që të paktën Megateku ka diçka, mund gjerë gjona veçanta, sepse si më thënë Jumbo për merimin tim mu të paktën ka lodh. Nuk sado që mundohem të blej diçka, gjej diçka për këtë periudhën e festave, nuk më duket vit për vit po të njëjtat gjona nxjerrin. Në i gjë tek tuk mund të shtojnë dhe për mendimin tim janë bërë shumë bajatshme ato. Me shumë mundësi një këto ditë do kaloj sepse kam qef të marrë ca gjona kështu të vogla, mund të marrë ca qirinj sepse se mos harroj. Gjëja që s'ka pëlqyer fare tek Megateku ishin qirinjt. Shumë pak modele kishte dhe jo aroma të mira, për shembull vetëm vanilje, vetëm do thënë aroma për këtë periudhë dhe nuk i mora, kështu që do shkoj t'i marr tek Jumbo me shumë mundësi. Do kalojmë pak dhe nga ku do shkonim tjetër neve tek Sinsay dhe besoj se me kaq do t'i mbyll blerjet e vitit të ri për këtë vit, por që ka shumë mundësi edhe tek Debora. Isha para një 4 vizitës tek Debora, të bleva dritat e pemës
Po me sa mbaj mendun pash një set me topat kuq, atë kuqen e flakt, atë kuqen e bukur në ngjyrë shege, që unë e pëlqej shumë, që nëse i gjej, që se më mend mirë që ishin tek Debra, do ta mbledh atë setin e do ta mbyll sepse unë nuk kam më ku t'i çoj, nuk kam më vend ku t'i vendos, sado që gjysma që kisha vjet ja fala mamit ose motrës, po me shumë mundësi me kaq ta mbyll për këtë vit. Tani, unë po qohem sepse do t'i vendos në për vende këto që bleva, do bëj nga një video të vogël, dhe këtë vlog do ta mbyll këtu. Siç ju thash, kjo është një nga vlogjet më të bukura që unë e shijoj më shumë, edhe ju gjithashtu, se e kam vënë re që të gjithë jeni shumë të apasionum pas kësaj lloj periudhe, dhe ta mendosh që periudha më e bukur akoma s'ka ardhur, sepse kur hyn dhjetori është ajo që t'jep atë energjinë direkt të festave, dhe na presin shumë gjëra të bukura para. Unë tash po e mbyll, po iki, sistemoj këto, dhe me kaq mbyllet ky vlog. Natën e mirë, ju push shumë fort, ju falenderoj shumë për shikimet, klikimet, komentet, pëlqimet që keni bë, dhe që e shoh që po hecin shumë videot, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Shifemi kismet tek video radhës që prapë kështu gjëra festive do kemi, kismet zotit. Ika, natën e mirë.